Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Mandalina nga sofra ime dhe çdo ditë ndaj me ju receta të cilat i përgatis për familjen time. Sot kam përgatitur byrek me mish të vegjël, të cilët u bën vërtet fantastik, përgatitur në një mënyrë për hapjen e petëve shumë thjesht. Qëndroni me mua t'i përgatisim bashkë. Për brumin na nevojitet 500 gram miell gruri, 1 lug çaj krip dhe kripën dhe miellin do ta përzijem shumë mirë në mënyrë që të lidhen të dy përbërësit. Do vazhdojmë me 2 lug vaj ulliri kam përdorur unë, por mund të shtoni edhe vaj lule dielli, çfarëdo lloj vaji që ju gatuani në shtëpinë tuaj. Do shtojmë 350 ml ujë në temperaturë ambienti. Ujin do ta shtojmë pak e nga pak duke e punuar dhe duke e parë masën edhe me sy, pasi varet se sa përthithës është mielli. E punojmë pak, brumi duhet të jetë i butë dhe jo i ngjitur. Do ta mbulojmë dhe do ta lëmë të pushojë për pak minuta derisa ne të përgatisim mbushjen. E mbulojmë në mënyrë që të mos thahet. Për mbushjen në një tigan do shtojmë 2 lug vaj ulliri dhe mish të grirë viçi dhe do t'i skuqim mirë. Sa herë që përgatis byrek me mish, mua më kujtohen ato byrekët tek dera e shkollës, që edhe pse ne i blini me mish, ato vetëm mish nuk kishin brenda, nuk e di se si i përgatisnin dhe kur i shoh tani byrekët që bëjnë në shtëpi, edhe aty kuptoj ndryshimin. Do shtojmë edhe 2 qep, e mira është që qepën ta presim shumë hollë dhe do t'i skuqim duke i përzier her pas here në mënyrë që të lidhen të dy përbërësit dhe pasi është gati do shtojmë 1 lug çaji krip, pak piper të zi sipas dëshirës, nëse nuk e preferoni piperin mund të shtoni pak rigon, por i jep shije dhe aromë shumë të mirë. Gjithashtu do shtojmë edhe gjysmë gote ujë, shiheni me sy, pasi duhet që të zjej pak dhe mishi dhe qepa të zbuten bashkë. Dhe pasi kemi shtuar ujin, do ta lëm disa minuta në zjarr të ngadalt derisa të na formohet një masë e butë, pra me mish të grirë, por jo të mbes ajo qepa e pazier dhe të jap një shije të keqe pastaj në byrek. Janë gjëra të vogla, detaje të vogla, por duhen. Do me thënë në mënyrë që të kemi një rezultat sa më të mirë. Mbushjen e kemi gati, edhe brumi ka pushuar tashmë. E vendosim në tavolinën e punës duke shtuar poshtë pak miell ose niseshte. Unë kam shtuar miell pasi niseshte pash që nuk kisha në shtëpi dhe kështu që përdora miell. E ndava brumin në pjesë të barabarta dhe çdo pjesë i dhash formën e topdhave të vegjël, kështu si do shihni tani në video. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj t'i hidhi një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës. Kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Çdo ditë postohet nga një recetë. Recetat e mia unë përpiqem që t'i përgatis të thjeshta, të shpejta, janë recetat të cilat i përgatis për familjen time dhe i shpërndaj me ju duke u dhënë një ide për vaktin e radhës. Pasi kemi ndarë në topdha të vegjël, i lëmë një anë, e mira është t'i mbuloni në mënyrë që të mos ju thahen. Do shtojmë përsëri pak miell ose niseshte dhe çdo petë do ta hapim pak në formën e një pete të vogël, ja kështu si shihni në video. Do vazhdojmë kështu deri sa t'i mbarojmë të gjitha topdhat që kemi formuar, duke shtuar her pas here miell ose niseshte në mënyrë që të mos ngjisin. Dhe pasi i kemi bërë të gjitha në të njëjtën masi, do ishte e mira, do t'i vendosim në një pjatë. Unë këtu kam shkrirë rreth 150-200 gram gjalp dhe do i lyej mirë çdo petë. Nëse nuk dëshironi të përdorni gjalp, mund të përdorni pa merak edhe vaj. Thjesht gjalpi jep aromë të mirë dhe në familjen time e pëlqejnë më shumë me gjalp. Do vendosim 4 deri në 5 petë, kështu njëra mbi tjetrën duke i lyer mirë me gjalp. Kjo është një mënyrë e thjeshtë e hapjes së petëve dhe në
përfundim pas pjekjes bëhen shumë krokante, petët ndahen nga njëra tjetra, sidomos kjo është një mënyrë shumë e mirë për të gjithë ju që nuk keni dëshira ose nuk ju jepet për të hapur petët. Kjo është një mënyrë praktike. Edhe unë që nuk e kam problem t'i hap petët e përdor shpejt, pasi më duket sikur bëhen më shpejt në këtë mënyrë dhe më të mirë. Më pëlqen kjo mënyrë hapjeje. Këtu i kemi 4 petë bashk, do t'i hapim, hapen shumë lehtë derisa të formohet një petë e madhe, me kujdes duke hapur në të gjitha anët dhe duke shtuar pak miell ose niseshte nëse nevojitet, në mënyrë që të mos na ngjisë. Dhe pasi kemi hapur një petë, do përpiqeni që ta bëni 4 ore, pasi ne do ta ndajmë në pjesë të barabarta, në pjesë të gjata, ja kështu si po shihni në video. Dhe më pas, çdo pjesë do vendosim nga mbushja me mish që përgatitëm dhe do t'i palosim. Unë kam zgjedhur formën trekëndshë, i vendosim kështu, i mbyllim pak ansoret mirë në mënyrë që të mos dalë mishi pas gjatë pjekjes. Nëse dëshironi të përgatisni më të vegjël, mund ta ndani në mes, pra nga një byreq që unë kam bërë, mund të bëni 2. Ja, vazhdojmë kështu derisa të mbarojnë petët që ne kemi përgatitur. Është shumë e thjeshtë, ju sugjeroj që ta provoni pasi nuk të ndjeni as pak lodhje. Pasi i kemi gati, do t'i vendosim në tavën e pjekjes. Unë nuk e di pse më shfiksuar, kam vendosur letër pjekje edhe pse jam e bindur që tava nuk më ngjit dhe unë përsëri ka vendosur tavë pjekjeje, por nëse edhe ju keni një tavë që nuk ngjit, nuk keni përse ta vendosni, vetëm nëse doni të shmangni atë tavën e cila do bëhet pis normalisht nga gjalpi, do shkri edhe ose vaj, çfarëdo që të përdorni. Do t'i vendosim kështu, këto byrek mund t'i piqni edhe në tigan, nëse dëshironi më shpejt. Unë zgjodha që t'i pjek në furrë. Lart i kam lyer pak me një pinel, nuk doja që të vendosja shumë yndyr, pasi morën gjalp në brendësi mjaftueshëm, janë edhe me mish, kështu që nuk nevojitet yndyr më shumë se sa kaq. I lyejmë në mënyrë që të mos thahen fare gjatë pjekjes dhe i pjekim në furrë të parangrohur në 200 gradë kam pjekur unë derisa të jenë gati, pasi varet edhe në bazë të furrës që ju keni. Ky është rezultati pas pjekjes. Këtu e kam hequr letrën dhe shikoni sa ngjyrë të mirë kanë marrë, por ju sidomos ajo aroma e mishit dhe e gjalpit që kam përdorur mes petëve u bën fantastik. Krokant në sipërfaqe dhe pambuk të butë në brendësi. Këtu do ju lë t'i dëgjoni pak. Shikoni sa të mirë që janë bërë, janë akoma të nxehtë, kanë nxjerrin akoma të avullin. Ju sugjeroj t'i provoni, nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj. Faleminderit!